إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet tona më të sinqerta I drejtojmë Allahut Gjalla Gjalalu. Ato e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore, krijesës më të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala, vulës së pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon, s'ka kush që e devijon, dhe ai I mjeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush që e udhëzon në rrugë të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një veteje, dhe nga ajo e krijoi palën e saj. E prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, dhe ruajeni farafisin se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundëson juve të bëni vepra të mira, u ashlyjen juve mëkatet tuaja. E kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. E lutim Allahun Gjalla Gjalaluhu që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, të cilat na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit. Ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Ligjëratën e sotme, të cilën e kam zgjedhur për ta shtjelluar së bashku me ju, e kam titulluar Shoku I mirë dhe shoku I keq. Dhe këtë titull e kam nxjerr nga një hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihat e tyre, nga Abu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu, I cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Innama mathalu al-jalisi as-salihi was-su' ka hamil al-miski wa nafikh al-kir. Fa hamilu al-miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu
wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ka thënë, shembulli i shoqëruesit të mirë dhe shembulli i shoqëruesit të keq, apo shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq është sikur ai i cili bart misqe, ai i cili shet misqe dhe ai i cili është farkatar. Ai i cili shet misqe apo shet parfume, ose të dhuron thot ndonjë parfum, ose ti e blen ndonjë parfum prej ti, ose nëse asnjërin prej këtyre të paktën kur të dalish nga parfumeria të vjen era e mirë. Ndërsa te farkatari thot, ose ti djeg robet që i ke veshur, ose kur të dalesh të vjen era e keqe. Sa shembull i mirë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si mos të jetë shembull i mirë kur që fjalët e pejgamberit alaihi salatu wassalam në të vërtet janë shpallje, në të vërtet janë nga Allahu xhalla xhelaluhu. Çdo fjalë që e flet pejgamberi alaihi salatu wassalam nuk e flet nga hamendja dhe nuk e flet nga vetja e tij. Si thot Allahu xhalla xhelaluhu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga mendja e tij, nuk flet vetëm se ashtu i merr mendja. Mirë po, ato që e flet ajo është wahy, ajo është shpallje nga Allahu xhalla xhelaluhu. Pra është e njëjtë sikur se Kur'ani, pra buron nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj çdo shembull dhe çdo fjalë që e thot goja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, patjetër të jetë e mirë, të përmbajë mirësinë e vete. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam e bën një krahasim të shkëlqyeshëm mes shokut të mirë dhe shokut të keq. Dhe shokun e mirë e krahason me atë person i cili shet parfume. Pra nëse ti shoqërohesh me një shok të mirë, është e njëjtë sikur pra të rrish me një njeri apo të shkosh në parfumerinë e tij ku ai shet parfume me erëra të mira. Ndërsa shokun e keq e krahason me farkatarin. Pra nëse ti shkon në farkatarin, në punëtorin ku ai punon, atëherë është e njëjtë sikur të rrish pra me një shok të keq. Mirë po duhet të pastrojmë dilemën e farkatarit. Nuk është qëllimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam që farkatarin dhe punën e farkatarisë ta nënçmoj. Mirë po është vetëm shembull metaforik, pra për të na pasqyruar neve sa më mirë shoqërimin me njerëz të mirë dhe shoqërimin me njerëz të këqij. Pra nuk ka të bëjë në mënyrë direkte me farkatarin dhe me punën e tij, me veprimin e tij që e bën. Sepse ne e dimë në Islam se farkataria është gjë e pëlqyer, pra është një zanat prej zanateve e cila është e lejuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu dhe nuk ka gjë të keqe në të. Pra ai i cili punon si farkatar të mos e ndjej veten të nënçmuar, përkundrazi le ta ndjej veten të krenuar, sepse është duke bërë një punë me të cilën Allahu është i kënaqur, sepse Allahu kënaqet me atë punë e cila fitohet në mënyrë halal, në mënyrë të lejuar. Pra puna e farkatarit është e lavdëruar në Islam, sepse është punë e cila fitohet me djers, e cila fitohet me mund dhe me lodhje. Andaj çdo punë e cila fitohet me djers, me mund dhe lodhje, pa i hyrë në hak tjetrit, në Islam është e lavdëruar. Pra, që në fillim e pastruam dilemën e farkatarit, për të cilën dikush mund ta keq kuptoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam thot se nëse rri me një person të mirë është sikur të rrish me një njeri i cili shet parfume. Nëse shkon në parfumerinë e tij, duhet të ndodh njëra prej këtyre tri sendeve. Ose shkon në parfumeri dhe ti dëshiron të blesh, mirë po nga mirësia e zemrës së tij, ai nuk të lejon që ti ta blesh, mirë po ta dhuron një parfum. Kjo është e mirë pra.
Kjo është send i mirë nga ana e tij. Dhe krahasohet me shokun e mirë, i cili nëse ti rrin me të, ai ti mëson rregullat fetare për shembull. Ta mëson fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta thot një ajet, apo një hadith, apo ta jep një këshill e cila të sjell dobi në jetën e përditshme. Kjo pra është e njëjtë sikur ai person i cili të ka dhuruar një parfum. Pra, këshilla, fjala e mirë e tij e cila të drejtohet ty, është e njëjtë pra sikur me atë person i cili të dhuron një parfum. Wa imma an tabta'a minhu. Mirë po mund të jetë ai person i cili ndoshta është pak i shtrënguar nga dora dhe nuk të jep ty ndonjë parfum. Mirë po ti e blen një parfum prej tij. Pra ti përfiton nga shoqëria me të, sepse ai në esencë është shok i mirë, mirë po e ka pak si vështirë të jap diçka. Mirë po ti me mençurinë tënde përfiton pra nga shoqërimi me të. Përfiton nga sjelljet dhe mirësitë e tij. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Mirë po nëse nuk ndodh as e para as e dyta, të paktën shoqërimi me të ta mundëson ty që ti kur të ndahesh prej tij të vjen një erë e mirë. Pra, njerëzit kur ti ndahesh nga një njeri i mirë, nga një shok i mirë, njerëzit e shohin atë mirësi të cilën ti e sjell, e shohin atë freski, atë iman, atë butësi, atë sjellje të mirë të cilën ti e ke përfituar duke qëndruar pra me njerëz të mirë. Ndërsa nga ana tjetër, nëse ti shoqërohesh me një person të keq, shoqërohesh me një njeri i cili nuk është i devotshëm, nuk ja ka frikën Allahu subhanahu wa ta'ala, bën vepra të ndaluara, është larg udhëzimeve të Kur'anit dhe larg udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ky person nuk mund të presësh që ai të dhurojë ty diçka të mirë. Nga ky person mund të presësh vetëm diçka që është e keqe, qoftë për jetën e përditshme të kësaj bote, qoftë për ahiretin, jetën e përhershme. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ky person është sikur se farkatari duke ndetur me të ndonjë shkëndi nga puna e tij të cilën ai e bën, mund të kërcej në rrobën tënde dhe ta tjetë. Kjo krahasohet me ndonjë fjalë të keqe të tij, me ndonjë veprim të tij, pra e cila ndikon te ti sikurse me ta djeg rrobën, pra ndikon te ti se ta djeg imanin. Ta djeg imanin tënd, ta djeg besimin tënd, ta humb lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa ta'ala, ta afron pra rrugës së shejtanit, ta afron rrugëve me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është i kënaqur. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam e bëri pra e krahasoi, e pruri këtë shembull, i cili është një shembull shumë i shkëlqyeshëm. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Mirë po, edhe nëse ky person ti qëndron me të, mirë po ai nuk të flet, nuk të urdhëron për diçka të keqe për shembull, ose nuk të urdhëron me diçka që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është i kënaqur. Mirë po vetëm qëndrimi yt me të mjafton që ti kur të largohesh prej tij të të vi erë e keqe. Mjafton pra vetëm të qëndrosh me të, sepse nëse ti qëndron me një njeri i cili nuk e ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala, ti patjetër është që të përfitosh diçka të keqe prej tij. Ndoshta ti nuk e vëren, mirë po me kalimin e kohës ti e shef vetveten tënde se gradualisht shkon imani yt duke ra. Gradualisht njerëzit e vërejnë se ky person në të kaluarën ka qenë i mirë po duke u shoqëruar me të këqit, pra imani i tij bie. Sjellja e tij shkon duke u zvogluar dhe marrëdhëniet e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala zbehen dhe gradualisht ndoshta edhe zhduken. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam me një hadith tjetër, të cilin e transmeton Tirmidhiu, na porosit duke na thënë: Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në sjelljen e shokut të tij. Si e ka sjelljen shoku, ashtu je edhe ti. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Pra, le të ketë kujdes secili prej jush se me kë po shoqërohet. Në këtë hadith, pejgamberi alayhis salatu wassalam e përmend fjalën din
El mar'u ala dini khalilihi. Njeriu është në fen e shokut të tij. Mirë po dietarët e hadithit kanë thënë se fjala din në këtë hadith e ka për qëllim sjelljen, e ka për qëllim edukatën. Pra, njeriu është në sjelljen apo edukatën e shokut të tij. Andaj keni kujdes se me kë po shoqëroheni. Këtë fjalë e kanë thënë shumë popull. Këtë fjalë e kanë përdorur pothuaj çdo popull në mënyrën e vet dhe në gjuhën e vet. Mirë po burimin e ka nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thot: "Ma min shay'in adallu ala shay'in min as-sahibi ala as-sahib." Nuk ka një gjë e cila është më e qartë, e cila është më argumentuese për diçka tjetër, sikurse që është shoku për shokun. Pra nëse dëshiron ta njohësh një njeri, mënyra më e mirë për ta njohur atë njeri është t'ia shikosh shokët. Është t'ia shikosh shoqërinë se me kënd rri ai person. Nëse rri me njerëz të rrugës, ai patjetër duhet të jetë një njeri i rrugës. Nëse rri me njerëz të mirë, ai patjetër duhet të jetë njeri i mirë. Sepse nuk ka mundësi që e mira dhe e keqja të qëndrojnë. Ndoshta mund të takohen ndonjëherë dhe të rrinë një kohë të shkurtër mes vete, mirë po nuk durohen njëra me tjetrën. Diddani la yajtami'an, është një fjalë e urtë. Dy gjëra të kundërta nuk mund të bashkohen njëra me tjetrën. Nuk mund të bashkohet imani me kufrin. Nuk mund të bashkohet vepra e mirë me veprën e keqe. Nuk mund të bashkohen urrejtja dhe dashuria. Pra këto janë gjëra të cilat janë në kundërshtim njëra me tjetrën dhe nuk mund të bashkohen e nuk mund të qëndrojnë njëra me tjetrën bashkë. Edhe nëse janë për një kohë të shkurtër, pra nëse vetëm takohen, për shumë kohë të shkurtër largohen nga njëra tjetra. Andaj, mënyra më e mirë për ta njohur pra njeriu është që ne t'ia shohim shoqërinë. Ta shohim kush i sillet për rreth atij. Kush i qëndron afër apo ky kujt i qëndron afër. Nëse është njeri i cili është njeri i rrugës, pra edhe shoqërinë duhet ta ketë të tillë. Nuk ka mundësi ai të qëndrojë me ta. Edhe nëse ai pretendon se jo, unë jam i mirë po shokët i kam të këqij. Sado që ai të pretendoj, ky pretendim i tij është i parësyeshëm. Ky pretendim i tij është i rrejshëm. Ai e rren vetveten, i rren të tjerët dhe mundohet të rrejë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po kjo arsye, leje që të Allahu nuk pranohet, por as në syrin e njerëzve nuk pranohet. Andaj duhet që ne ta zgjedhim shoqërinë, të zgjedhim njerëzit se me kë po shoqërohemi. Në një fjalë popullore arabe thuhet: "Yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi." Mendimi apo opinioni i njerëzve për një njeri është sikurse opinioni i atyre për atë të cilin ai e shoqëron. Pra, nëse një njeri të shikon ty, ai e formon një mendim për teje. Pra, e formon një mendim në mendjen e tij për ty. Mirë po atë mendim ai e bazon në shokun të cilin ti e ke. Pra nëse ti je i mirë, atëherë do e mos edhe shoku i duhet të jetë i mirë, sepse nuk ka mundësi që ti të jesh i keq, mirë po të qëndrosh me të mirë, ose të jesh i mirë dhe të vazhdosh pa ndërprerje të qëndrosh me të këqij. Ndërsa fjala e urtë popullore në gjuhën shqipe, e cila vjen në të njëjtin kontekst me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është: "Më thuaj me kërri të them se kush je." Kjo është fjala popullore e gjuhës tonë, fjala e popullit tonë pra, e cila rrënjët dhe burimin e ka mu të fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam që e ceka pak më parë: "El mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu është në sjelljen dhe edukatën e shokut të tij, andaj keni kujdes se kë po e shoqëroni. Pra të gjitha këto fjalë, të cilat janë të ngjashme me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, burimin pra e kanë në wahy, burimin e kanë në shpallje, burimin e kanë në hadith, i cili hadith është në fakt është shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, nuk do të thotë që nuk mund të përdoren pra si shembuj për t'i këshilluar njerëzit.
Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, këtë hadith e transmeton Abu Davudi dhe Tirmidhiu, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Mos e shoqëro askën tjetër përveç një besimtar. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dhe ushqimin tënd mos e lejo të haj dikush tjetër përveç se të devotshmit. Pra, mos e shoqëro askën përveç besimtarit, sepse vetëm shoqërimi yt nga besimtari mund të jetë shkak që ti të shpëtosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe ushqimin tënd mos ta haj askush përveç i devotshmit. Pra, këtu për qëllim pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka që mos e fut në shtëpinë tënde askënd përveç të devotshmit, sepse është tradit dhe është zakon që besimtari musliman kur ta merr dikën në shtëpinë e tij, është tradit dhe është pjesë e fesë, po ashtu edhe pjesë e traditës son është që ti servoj ndonjë ushqim apo ndonjë pije. Pra për atë pejgamberi alayhis salatu wassalam thot mos ta haj ushqimin tënd askush tjetër përveç se njeriu i devotshëm. Domethënë mos e fut në shtëpinë tënde asnjë njeri nëse nuk është i devotshëm. Vetëm nëse është i devotshëm atëherë pranoje në shtëpinë tënde. Sepse nëse nuk është i devotshëm, sherri i tij mund të të vijë nga ti nuk e kujton. Pra ti mund ta pranosh dhe mund t'i bësh nder në shtëpinë tënde, mirë po ai të ta kthej me të keq. Rezultati e asaj të jetë fatal për ty. Andaj një fjalë urtë arabe thot, "Ama innaka in akramta al-karima malaktahu." Nëse ti, domethënë, e nderon njeriu i cili në veten e tij është i ndershëm, ti i ablen zemrën atij. Wa in akramta al-laima tamarrada. E nëse ti e nderon të poshtrin, ai atëherë rebelohet. Pra ai e keq përdor ndershmërinë dhe nderin të cilin ti ja bën atij. Pra për atë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam na këshillon dhe na porosit që ne të mos e shoqërojmë askën tjetër përveç se besimtarin e sinqert dhe në shtëpinë tonë të mos e fusim askën përveç të devotshmit, pra ushqimin dhe pijen tonë të mos ia servojmë askujt tjetër përveç njeriu i cili është i devotshëm. Në një hadith tjetër të cilin e transmeton Abu Davudi, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "El-mu'minu mir'atul mu'min." Besimtari është pasqyrë për besimtarin. Pra besimtari e ka besimtarin sikur pasqyrë. Sikur në pasqyrë kur njeriu kur shikohet i vëren pra sendet të cilat ndoshta nuk janë të bukura dhe për atë drejtohet drejt pasqyrës ta shikoj vetveten e tij se si duket. Nëse ka ndonjë mangësi pra në pastërtinë e tij, në veshjen e tij, në dukjen e tij të përgjithshme, ai pra i drejtohet pasqyrës dhe pasqyra është udhëzuese për të. Andaj edhe besimtari duhet të jetë pra pasqyrë e besimtarit, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nëse sheh ndonjë të mirë te besimtari, në rregull. Mirë po nëse sheh ndonjë të metë, nëse sheh ndonjë të keqe, duhet pra që ti në këtë rast ta luash rolin e pasqyrës. Pra ti ja largosh të metat me anë të këshillës, me anë të fjalëve të mira, me butësi, me sjellje të mirë, me mençuri dhe me urtësi, ashtu siç na urdhëron Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë frytet e shoqërimit me njerëzit e mirë? Në një hadith të cilin e transmeton Maliku në Muwatta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu xhalla xhelaluhu në një hadith qudsi ka thënë: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wa lil mutajalisin fiyya." Dashuria e ime është bërë obligim, do me thënë, unë ja kam bërë, Allahu thot, unë ja kam bërë obligim vetvetes dashurin time, ndaj atyre personave të cilët duhen mes vete për mua. Pra duhen mes vete për Allahun, wal mutajalisin fiyya, dhe të cilët shoqërohen mes vete për mua. Pra shoqërohen mes vete për hirtimin dhe duhen mes vete për hirtimin. Unë këtyre njerëzve ja kam bërë obligim vetes që unë t'i dua. Pra,
Shiheni sa është frytet e mëdha dhe sa është begatia e madhe nëse një person duhet me dikë tjetër për Allah dhe shoqërohet me dikë tjetër vetëm për hir të Allahut, vetëm se është besimtar i sinqert e do atë për hir të Allahut dhe pa asnjë interes tjetër. Në këtë rast pra Allahu xhalla xhelaluhu thot ja kam bërë obligim vetvetes sime që unë këta persona t'i dua. E ne e dim se kur Allahu xhalla xhelaluhu të don, atëherë e dim se çfarë mund të pritet si rezultat në ditën e gjykimit. Cili është rezultati nëse një person duhet nga Allahu subhanahu wa taala. Padyshim se rezultati është shpërblimet e mëdha dhe shpërblimi më i madh i cili është xheneti. Ndërsa çfarë është dëmi i atij personi i cili shoqërohet me një person tjetër? I cili person pra është i keq? Cili është dëmi të cilin ti e merr nga ai person, nga shoqërimi yt me atë person? Allahu subhanahu wa ta'ala e këtë e përshkruan shumë qartë në mënyrë precize në Kur'anin famëlar. Dhe në njërin prej ajeteve Allahu xhalla xhelaluhu thot, kur i përshkruan pra ditën e gjykimit, kur e përshkruan daljen para Allahut subhanahu wa ta'ala, kur e përshkruan llogarinë të cilën ne do ta japim para tij, atëherë për atë person i cili ka qenë zullumqar dhe ka qenë mizor dhe është shoqëruar me zullumqar e mizor, nuk e ka ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai person do të thotë: "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Në atë ditë kur zullumqari, kur ai i cili i ka bërë padrejtësi dhe zullum vetvetes dhe i ka bërë zullum të tjerëve, ai i cili i ka bërë zullum vetvetes për shkak se është shoqëruar me persona të këqij, do të thotë, do t'i kafshoj gishtat, do me thënë nga frika dhe nga pendimi dhe nga mjerimi të cilin ai e ndjen dhe nga dituria e tij se ai po i drejtohet xhehenemit. Do t'i kafshoj gishtërit e tij, gishtat e dorës dhe do të thotë: "Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Sikur ta kisha marrë, sikur ta kisha ndjekur rrugën e pejgamberit. Në atë moment do t'i kujtohet pra se jetën e tij e ka çuar, e ka harxuar pra në kundërshtim me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është shoqëruar pra me njerëz të këqij, është shoqëruar me persona të këqij dhe thot: sikur ta kisha ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po kjo nuk i bën asnjë dobi, sepse nuk ka kthim pas kësaj dite. Të gjithë më jemi të drejtuar në dy destinacione, ose në xhennet ose në xhehenem. Nuk ka rrugë të tretë, pra nuk ka mundësi kthimi. Andaj ne, pasi që e dim këtë ajet, e dim Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka përshkruar rastin para se të ndodhë, atëherë është shumë e udhës që ne të marrim mësim. Të ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që mos të bijmë në grupin e këtyre njerëzve të cilët do të thonë: sikur ta kisha ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salam. Mirë po ta ndjekim rrugën duke qenë në këtë dynja, duke qenë pra sa i kemi mundësi duke qenë gjallë, ta ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të mos jemi prej këtyre të dështuarve dhe të dëshpëruarve në ditën e gjykimit. Ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Thot, sa mjerim për mua, sikur të mos e kisha marr filanin për shok, sikur të mos e kisha bërë filanin shok, pra pendohet përse i ka zgjedhur shoqërinë e tij, e ka zgjedhur si shoqëri të keqe. I ka zgjedhur shokët e këqij të cilët i ja kanë humbur pra rrugën. E kanë humbur ata veten dhe e kanë humbur edhe këtë së bashku me ta. Prandaj shoqëria e mirë është ajo e cila të shpije në rrugë të drejtë. Ndërsa shoqëria e keqe është ajo që e humb vetëm për të humb edhe ty së bashku me ta. Andaj thot: ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. O thot, sa mjerim për mua, sikur të mos e kisha bën filanin shok, sikur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tash në këtë moment nuk do të isha i destinuar për rrugë të xhehenemit. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Ai person, ai shok të cilin unë e zgjedha për shok,
më devijoj mu nga rruga e drejt pasi që unë e dita atë. Unë e dija në fillim cila është rruga e drejt, cila është rruga e Allahut dhe e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, ai mik, ai shok të cilin unë e zgjedha që të jetë shoqëruesi im, që të jetë shoku im, thot e dalleni ani dhikri ba'da idh ja'ani. Më devijoi nga dhikri, nga përmendja e Allahut, më devijoi nga rruga e drejt, pasi që unë e dita se cila është në fillim unë e dija cila është rruga e drejt. Mirë po, më mashtroi filan personi të cilin unë vetë me dëshirën time e zgjedha që të jem shok i tij. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Dhe duhet ta dim se shejtani për njeriu është ai i cili e poshtron atë. Pra, qoftë shejtan i cili është prej shejtanëve ose është shejtan i cili është prej njerëzve. Sepse shejtanët dahen në dy grupe, pra shejtan të cilët Allahu i ka krijuar si shejtana, mirë po ka edhe një grup njerëzish të cilët janë shejtana, siç thot Allahu xhalla xjalaluhu shayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Shejtanët që janë gjin dhe shejtanët prej njerëzve thot, ata thot ju rikujtojnë fjalë të këqija njëri tjetrit. Pra, edhe shejtanët e njerëzve, edhe shejtanët e gjinve, pra e luajnë rolin e njëjtë, sikur që shejtani i cili të shpije në rrugë të gabuar, në rrugë të padrejt, po ashtu edhe njerëzit të cilët janë në fakt shejtana, por në formë të njeriut, edhe ata pra të udhëzojnë në rrugë të gabuar. Andaj duhet pasur kujdes që ne po e zgjedhim për shok që të mos jemi prej këtyre të cilët do të dëshpërohen në ditën e gjykimit dhe do të pendohen, mirë po pendimi i tyre nuk do t'ju sjell as pak dobi. Ndërsa në një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend këta shok të cilët janë shoqëruar në dynja, i përmend pra se si do të mbaroj shoqëria e atyre në ahiret. Dhe thot, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwan illa al-muttaqin. Atë ditë thot, shokët e ngushtë të cilët kanë qenë në këtë dynja do të jenë armiq të njëri tjetrit. Si ka mundësi? Ka mundësi sepse njeriu në ditën e gjykimit nuk e shikon askënd tjetër përveç vetvetes së tij. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Atë ditë kur njeriu do të ikë nga vllai i tij, wa ummihi wa abi, nga nëna dhe nga babai i tij, wa sahibatihi wa bani, do të ikë po ashtu edhe nga bashkëshortja e tij dhe nga fëmijët e tij. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Çdo njeri në atë ditë do të ketë një dert të cilit do t'i kushtoj rëndësi. Do ta ketë dertin e vetvetes së tij dhe nuk do t'i interesoj derti i askujt tjetër. Pra qoftë edhe derti i vllait, qoftë derti i nënës dhe babait, qoftë derti i bashkëshortës dhe fëmijëve, qoftë derti i shokut apo cili do njeri qoftë tjetër, pra do të thotë nefsi, vetja ime. Këtë dert do ta ketë ai në ditën e gjykimit. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu thot, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwan illa al-muttaqin. Atë ditë thot, shokët e ngushtë të cilët kanë qenë në këtë dynja do të jenë armiq të njëri tjetrit. Illa al-muttaqin. Vetëm një përjashtim do të ketë. Ata të cilët do të jenë edhe në atë dynja, edhe në ditën e gjykimit, do të jenë të dashur për njëri tjetrin, do të jetë thot shokët të cilët kanë qenë të devotshëm. Ata të cilët kanë qenë të devotshëm do të vazhdojnë shoqërinë e tyre edhe në ditën e gjykimit, edhe para dhënies së llogarisë, edhe në ahiret, pra pasi që të hyjnë në xhennet. Shoqëria e tyre është e pandërprerë. Shoqëria e tyre ka filluar për Allah dhe do të mbarojë në xhennet pra për Allah dhe do të vazhdojë pra në xhennet deri në pafund. Ndërsa shoqëria e tyre të këqijve, të cilët e kanë udhëzuar për në rrugë të gabuar, njëri tjetrin e kanë larguar nga rruga e Allahu xhalla xjalaluhu dhe e kanë afruar ka rruga e shejtanit, pra do të jetë e dështuar dhe do të mbarojë kur ata do të dalin para Allahut subhanahu wa taala. Leçi do të mbarojë shoqëria e tyre, por edhe do të shndrohet në armiqësi. Pra Allahu xhalla xjalaluhu thot,
al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwan. Do të shndrohet thot shokët e ngushtë të cilët kanë qenë në këtë botë, do të shndrohen në armiq të njëri tjetrit illa al-muttaqin, përveç atyre të cilët kanë qenë të devotshëm, për të cilët e lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që ne të jemi prej këtyre për të cilët Allahu xhalla xhelaluhu thot illa al-muttaqin, pra të jemi prej të devotshmëve dhe të shoqërohemi vetëm me të devotshmit, që në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'aliyya al-'azima li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.